Izoluan fëmijët nga bota për 3 vite, rasti i tronditës alarmon autoritetet. Pas analizimit të provave të paraqitura nga Silvia, autoritetet vendosën se diçka e çuditshme po ndodhte në këtë familje. Policia në Oviedo, Spanjë, shpëtoi së fundmi 3 fëmijë të vegjël të cilët ishin të izoluar në një shtëpi për më shumë se 3 vjet nga prindrit e tyre, të cilët dukeshin të friksuar për t'i mbajtur ata që të mos infektoheshin me COVID-19. Njerëzit zakonisht ankohen për fqinj të zhurmshëm, por një grua në Oviedo, Spanjë është cilësuar si hero pasi paralajmëroi policin për gjëra të pazakonta që ndodhin në shtëpinë përballë pronës së saj. Gruaja e cilësuar vetëm si Silvia nga mediat spanjolle kishte mbajtur shënime në lidhje me aktivitetin në shtëpinë e fqinjve të saj kur ata u vendosën atje gjatë pandemisë. Ajo kishte vënë re se vetëm burrat e familjes lejoheshin të dilin nga shtëpia kryesisht vetëm për të marrë sendet ushqimore të dorëzuara në derën e përparme dhe se 3 fëmijëve të familjes u hapën vetëm pak dritaret për periudha të shkurtra kohore. Megjithatë, ajo që shtyu të njoftonte autoritetet ishte blerja vazhdueshme e pelenave dhe pse fëmijët ishin 8 dhe 10 vjeç. Pas analizimit të provave të paraqitura nga Silvia, autoritetet vendosën se kishte diçka të çuditshme në këtë familje, ndaj vendosën të hetojnë. Ata gjetën pamje të tmerrshme atje, e përshkruan si një shtëpi tmerri nga mediat spanjolle. Prona e marrë me qëra ishte plot me pelena të fëmijëve. Nga ekzaminimet mjekësore rezultoi se fëmijët vuanin nga kapslloku i rënd për shkak se nuk lejoheshin të përdornin banjën. Kjo pasi prindrit e tyre këmbgulën që ata të mbanin pelena si foshnjat. Christian dhe Melissa Ann Stephen dukeshin si të bindur se fëmijët e tyre vuanin nga probleme serioze shëndetësore dhe besonin se do të vdisnin nëse do të infektoheshin me COVID-19. Për ta parandaluar që kjo të ndodhte, ata i izoluan nga bota për më shumë se 3 vite, i detyruan të mbanin 3 maska për fytyrë në të njëjtën kohë dhe i detyruan të mbanin vetëm pijama. Ndërsa po hetonte familjen, policia zbuloi se ata kishin fatura jashtëzakonisht të larta të energjisë elektrike me shumë gjasa për shkak të funksionimit të paktën 6 pastruesve të ajrit ditën dhe natën, por edhe një faturë të lartë të ujit të rrjedhshëm, gjë që sugjeron se ata bënin dush me detyrim. Psikologët kanë sugjeruar se çifti Stefan mund të vuanin nga sindroma COVID. Sa i përket pranisë së familjes Stefan në Oviedo, policia mësoi se ndërsa ishin ende në Gjermani, prindrit i kërkuan shkollës së fëmijëve të tyre që t'i lejonin ata të vazhdonin shkollimin pa ndjekur mësimet, por kërkesa u refuzua. Për më tepër, shkolla informoi Stefan se fëmijët do përjashtoheshin nga sistemi arsimor, gjë që do të detyronte institucionin të vazhdonte shërbimet sociale. Të njoftonte shërbimet sociale, duke e parë këtë si një kërcënim për mënyrën e tyre të jetesës, çifti gjerman vendosën të transferoheshin në Spanjë.